Nga aeroporti i Vlorës, ku krye fluturimi i parë certifikues, kryeministri Edi Rama tha se projekti ishte tejet sfidues. Kreu i qeverisë tha se në trupin e aeroportit është krijuar një shqiponjë 2 krenare, duke i referuar punonjësve nga Shqipëria dhe Kosova, që sipas të cilit do ta ngrenë edhe më lart emrin e tij. Që një projekt tejet sfidus, edhe mjafton të shohësh pak më larg se si i gjithë aeroporti është ngritur 2 metra nga sipërfaqja e terrenit, pasi terreni këtu është 2 metra nën nivelin e detit, dhe se çfarë pune jashtëzakonshme është bërë në të gjithë pjesën e padukshme sot për të garantuar një platformë solide të kategorisë më të lartë ndërkombëtare dhe Kreu i qeverisë njoftoi gjithashtu se kompania Air Kosova do të operojë në aeroportin e Kukësit. Kompania, tha kryeministri, është regjistruar në janar të këtij viti dhe po punon për të siguruar avionët. Do të jetë kompania tjetër shqiptare dhe këta 2 avion do jenë dy avionët e krenarisë sonë të përbashkët. Air Albania që do të ketë bazën e vet këtu në Vlorë dhe Air Kosova që do të ketë bazën e vet në Kukës. Kompania Mabetex e biznesmenit shqiptar Bexhet Pacolli është përgjegjëse për ndërtimin e aeroportit të Vlorës. Sot, pas testimit të avionit të parë në pistë, Pacolli foli pikërisht për punën e bërë deri më tani. Pacolli premtoi se ky aeroport do të jetë më i bukuri në rajon. Përgdhelur pak dhe me është dhënë më tepër autonomi dhe liri në implementimin e kësaj vepre, ndoshta e kumbo edhe pak nga eksperienca, ndoshta edhe nga vedia ime, sigurisht ka me pas edhe mangësi, por mangësit janë për të eliminuar. Dhe do të shohim një vepër që nuk është po në rajon dhe do të jetë jam i bindur këtu për ju premtoj aeroporti më i bukur në rajon. Ne kemi aplikuar një interier në cilin jemi duke punuar që 10 muaj vetëm në Bjukun dhe në detajet e interierit. Kem një interier, i kemi dhënë edhe një emër, një Fusion Glam, ku kemi marrë do të thotë çdo gjë që është efektive, e përdorshme, e bukur, e jetueshme, e fortë, e qëndrueshme. Ndërkohë, zëvendës kryeministra njëherë është ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku deklaroi sot se aeroporti ndërkombëtar i Vlorës është një nga investimet më të rëndësishme në sektorin e aviacionit civil, që krahas zhvillimit të shërbimit në fushën e transportit, do të operojë me 3 modele biznesi që gjenerojnë zhvillim ekonomik dhe punësime të reja.